të nderuar përfaqësues të medjave të dashur qytetarë. Maqedonia vitet e fundit po shkon drejt një kollapsi ekonomiko-social, që çdo ditë e më shumë po ngulfat qytetarin e Maqedonisë. Nga ky buxhet i parapar, për çdo sferë shihet qartë një diskriminimi i hapur ndaj komunave shqiptare, sidomos ndaj komunës së Tetovës, ku për fat të keq edhe pushteti qendror dhe ai lokal janë nga e njëjta parti politike, pra BDI. Edhe pse erdhën në pushtet me një mall premtime, si të pushteti qendror edhe ati lokal. Ata çalojnë krejt në pikpamje të realizimit. Këtu më poshtë po i radhisën disa pika që shpërfaqin këtë diskriminim të krijuar nga BDI-ja. Në arsim, me rebalancën e buxhetit të vitit 2016, nuk janë të parapar mjete të mjaftueshme për ndërtimin dhe renovimin e shkollave fillore dhe të mesme. Ndonse në nivelin republikan, nga 2 milion euro, buxheti është projektuar në 1.9 milion euro. Nga kjo, as 1% nuk është e parapar për komunën e Tetovës, për renovimin dhe ndërtimin e shkollave të reja. Edhe pse ne lam pas një vit arsimi me kushte mizore në disa shkolla fillore dhe të mesme, ndërsa po me këtë gjendje do të presim edhe vitin e ri shkollor. Edhe pse të mos harrojmë, premtimet e partisë në pushtet, si në nivel lokal, po ashtu dhe nivel qendror, ishin se do të kemi shkolla me kushte evropiane. Gjithashtu, nga buxheti diskriminim janë parapar që të zvoglohet edhe buxheti për Universitetin e Tetovës për 22 milion denar. Edhe pse në rrethanat në të cilat funksionon universiteti ka nevojë për rritje të buxhetit, e jo për shkurtim të saj. Krejt kjo ndodh kur ministri Arsimi është një shqiptar i partisë shqiptare në pushtet. Në infrastrukturë, pra në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjes, kemi shkurtim nga 35.8 milion euro, sa ishin parapar më parë në 16.5 milion euro, sa janë projektuar me rebalancin e buxhetit në nivel qendror. Kjo i bie që edhe në infrastrukturën rajonale, sidomos në mirëmbajtjen dhe krijimin e sigurisë në rrugët kryesore që lidhin qytetet, nuk janë parapar mjete financiare, kurse për rregullimin e rrugëve brenda qytetit të Tetovës, as që mund të ndërrohet ndonjë lëvizje. Kjo krejt ka mbetur në vullnetin dhe angazhimin e qytetarëve të Tetovës, që ata edhe pse paguajnë taksat dhe votojnë përfaqësues në pushtet, përsëri me forcat e tyre t'i rregullojnë rrugët lokale në përlagjet e Tetovës. Gjithashtu, edhe në aspektin e infrastrukturës së ujësjellësit, gjendja është thuajse e njëjtë. Edhe pse me premtimet fillestare në zgjedhjet lokale kanë qenë për rregullimin e ujësjellësit. Në këto 3 vite nuk ka asnjë lëvizje për këtë. Gjithashtu nuk është përfunduar as 3 kilometre e tubaconeve. Nuk është ndërtuar sistemi i ri për dezinfektim të ujit përmes klorinimit. Nuk është askund rezervuari i premtuar 4000 metër kub ose zgjerimi i hapësirës ekzistuese. Në fushën e kulturës, po ashtu ka lajme të këqija. Biblioteka e Tetovës, një projekt me të cilin BDI-ja nga viti 2005 e këndej i ka gëlltitur votat e qytetarëve të Tetovës. Nuk ka arritur të ngrihet edhe as 1 metër mbi tokë. Ndërsa qytetarët e Tetovës lajmi i keq është se, ndonse në këtë gjendje, asaj i është shkurtuar buxheti në 33% ose rreth 60 milion denar. Në aspektin e turizmit, vazhdon letargjia. Edhe pse Tetova ka Malin Shapsh, ka Kodrën e Diellit, nga buxheti nuk është parapar asnjë denar për rregullimin e kushteve turistike, as edhe një projekti të krijimin e idesë se Tetova ka kushte për turizëm. Ndonse në zgjedhjet lokale ishte premtuar se për turizëm do të rregullohet infrastruktura e malësisë së Shavit. Deri tash nuk është bërë asnjë investim në këtë drejtim. Madje as që janë parapar mjete financiare për këtë. Të përkujtojmë, ishte premtuar se do të hartohet plan urbanistik në fshatrat e malësisë, nuk u bë diçka e tillë. Ishte premtuar se do të pastrohen deponitë e egra në malësinë e Tetovës, kjo nuk u bë. Të dashur qytetar, kjo është Tetova e menaxhuar nga BDI-ja, e mashtruar, e tradhtuar dhe e poshtruar. Lajmi i mirë është se për disa muaj vinë zgjedhjet lokale dhe ne do të donim që qytetarët e Tetovës të mos mashtrohen rishtazi. Sepse për atë që mashtrohet një herë, fajin e ka mashtruesi tinak. Por nëse mashtrohet përsëri, fajin e ka i mashtruari që e lejon këtë. Përfundimi jon është se Tetova meriton më shumë dhe se ky poshtrim nuk i ka hije qytetit tonë.